Plagiaturat, nacionalizmi e keq informimi ishin problemet e cekura nga historiani Pascal Milo në një tryezë rrumbullakët me temë studimet shqiptare sot, sfida dhe probleme. Takimi i mbajtur në Akademinë e Shkencave bashkoi akademik, Ministrinë e Arsimit dhe Drejtorinë e Kurrikulave dhe Kualifikimit, së cilës duket si u drejtua mesazhi i Milos. Jo vetëm historia botërore, por historia e Shqipërisë jepet në shkollën e mesme në mënyrë fakultative, me zgjedhje. Pra, historia që është një nga lëndët kryesore të formimit qytetar, të edukimit kombëtar, të përgatitjes së brezave të rinj, jepet në mënyrë të tillë që do ta quaja të papërgjegjshme. Sa i takon problemeve që studimet kanë mbartur nga e shkuara komuniste, foli historiani Ferit Duka. Gjithçka nga e kaluara, duke filluar sidomos nga lufta nacional-shqiptare, që i shërbente legjitimimit pushtetit komunist dhe fuqizimit të kultit diktatorit, ishte kthyer në një mit. Paraqitjen për masa legjendare e luftës, hiperbolizimi i rolit partisë komuniste dhe të udhëheqësit saj në të mburrja e socializmit shqiptar, si i vetmi variant i suksesshëm dhe shpëtimtar në të gjithë botën, ishin disa nga rastet flagrante mitologjizimit historiografisë së periudhës në fjalë. Sfidat megjithatë mbeten po aty te politizimi. Kush janë sfidat? Depolitizimi i historisë për ta ndarë nga përdorimet ideologjike. E dyta, përmirësim metodologjik me përdorimin e qasjeve të reja dhe me burime sa më alternative e më të ndryshme. Së treti, ndërtimi i një brezi të ri historianësh me mbështetje dhe kushte për një kërkim të pambarur shkencor. Nga fjalët e pjesëmarrësve duket se sfidë mbetet balanca mes një kërkimi të pavarur shkencor dhe përcjelljes së këtyre të dhënave në tekste të lira te brezi i ri dhe nga një brez i ri historianësh.